Në moton imunizimi përfitim për të gjithë, shtëpia e shëndetit në Kërçov në sheshin e qytetit mbajti aktivitet sensibilizues në kuadër të javës europiane të imunizimit. Me këtë rast, drejtori i shtëpisë së shëndetit në Kërçov, Dr. Genç Selmani, ka apeluar deri te qytetarët që të vaksinohen rregullisht, si vetmja mundësi parandaluese e smundjeve të ndryshme. Atëherë, iniciativa e sotshme ka të bëjë me ditën e imunizimit ose respektivisht me javën e imunizimit, që ka filluar java europiane e imunizimit, që ka filluar nga data 27 prill dhe deri në 4 maj. Unë do të shfrytëzoj okularin e kamerës tuaj për të bërë një apel deri tek prindrit, respektivisht edhe tek grup moshat që janë më të moshuara, që të vazhdojnë të vaksinohen dhe të largojnë skepticizmin se vakcina faktikisht vret, është në të kundërtën komplet. Vakcina është mjeti i vetëm shkencor, mjekësor që mbron nga smundjet dhe prevenon nga smundjet. Realisht në ditët e sotme kemi një vakcinë që e prevenon virusin human papilloma virus që quhet, që është shkaktari kryesor i kancerit të qafës së mitrës tek popullata e gjinisë femrore, dhe shfrytëzoj rastin sigurisht edhe përpara 2 vitesh ishim dëshmitar të një pandemie ose të një epidemie që e kaploi vendin tonë nga morbili, dhe kjo vjen gjithë si pasojë e asaj që nuk vaksinohen. Edhe një herë shfrytëzoj rastin të apeloj tek të gjithë prindrit që të vaksinohemi sa më shumë dhe të ndjekim kalendarin e imunizimit që për çdo vit Ministria e Shëndetësisë, respektivisht Organizata Botërore e Shëndetësisë, e shpalos në për rrjete sociale të ndryshme, në për mediume.